Këto janë tri gjana që theksohet. Data ka qenë e gabuar, që shumë qytetarë kanë shku Kosovën, e mbi 300 ose 320.000 mërgjimtarë kanë qenë Kosovë, kështu që ky rrithimi me terma pejorativ ndaj mërgjimtarëve ka pru që gjendje ku jemi sot, domethënë veç një subjekt politik i ka fitu zgjedhjet. E dyta është po thu që se po ndërprej, m'fal, po du më ndal një ka një të këtu çështjet që po i diskutojmë. Nëse flasim përkatërisht për datën e zgjedhjeve, po thu pra që data nuk ishte e duhur sepse kishte mërgjimtar më shumë se sa vetë vendas. Fakti që 28 dhjetori janë Krishtlindjet edhe vit ri, është mes fesa fetare dhe ndrimi më të motër, zakonisht qytetarë që kanë jetuar në Kosovë, domethënë e kanë shu vendin, kanë qenë pushime tek komplet familje, shku te një vlla atje, ose e kanë shu Kosovën, kështu që nuk kanë domethënë votues që mbrana Kosovës, nuk e besoj që kanë arrit 30%, ndërsa 15% që votues janë mërgjimtar. Ai, mane është